Aq të bukur se jam I bërë sot do doja të luanim në një film. Sa të bukur, sa të bukur. Mirë se keni ardhur një herë në mirë se erdhët, mirë se erdhët. Po mirë se erdhët, po nga erdhi kjo dëshira e madhe për të bërë aktor. Unë dhe Misi protagonist në një film, shumë kjo me Neksheja, unë Halidi. Do të rrisha Mikuqja, me Neksheja. Po mirë, po Sultani është në hyrë. Jo, e di pse nis ky diskutimi se shumë vipa janë bërë aktorë së fundmi. Po ne vipa jemi të bëhemi dhe aktorë. Po sepse kjo do jetë tema që ne do të trajtojmë në këtë hyrje të What of a Show për të gjithë ata që profesionin e kanë ndryshe dhe kanë marrë pjesë në film, apo jo? Kemi bërë një listë gjatë. Pse jo? Lek marrin apo lën? Ne do I gjykojmë pak tani se çfarë performance kanë bërë ata. Do ta nisim me të parin. Louise Ailey, profesioni I tij këngëtar. Me këtë listë është Po çfarë vitesh këtu e ka shnuar gazetarja. Ka marrë pjesë të 2 filma, Loja e fundit dhe Në kuadër të dashurisë. Uro që Loja e fundit jetë filmi I fundit. Të rasin të gjithë fanbase-in plus 40. Jo, realisht edhe unë lutem që Luizi mos bëjmë më një film të tillë si ky film I fundit sepse nuk më ka pëlqyer fare. As në aktrim, as në cilësi prodhimi filmi fare. A mund të them që ai Në kuadër të dashurisë është I bukur. Po, ishte më I lezetshëm se Loja e fundit, sepse kishte Olta Kixhari ishte piperi bitor. Olta është aktore profesioniste, domethënë edhe ndihmon dhe Luizin. Po, por në atë kohë për kuadrin e dashurisë u fol që Luizi e kishte kaluar Oltën në aktrim. Kjo debat, nuk e di. Nejse. Diva tjetër është Monika Kryemadhi, politikane në filmin Me Fat. Monika Veten luajti pra nuk ishte nevojë. Madje thënë që skenat e mi kanë mbaruar brenda ditës, tak direkt, as ka marrë shumë kohë. Përshëndetje nga unë Dea Vieri, ndiqni intervistën time në What of a Show, çfarë nuk kam thënë me thënë drejtën, kam hapur zorët e barkut si asnjëherë më parë. Gjithsesi, mos harroni që të bëni subscribe, andale. Mua. O zoti madh, nuk e di pse më ra mua ky emër, po Kiara Tito. dhe kam shumë për të thënë për Kiarën, sepse vetëm si aktore nuk mu duk në film, domethënë s'më dha fare, nuk më dha, ju dha juve? Absolutisht. Shiko, unë mendoj që Kiara është pak e tërhequr, në ekran dhe aktrimi do që t'jesh më shumë me mimika, besoj me kështu. Të bëj dhe unë si ekspert. Po nuk e moderatore. Do me thënë, okay, moderatore që duhet t'jesh qik brenda kornizave, po aty duhet të lirohesh, gjë që Kiara nuk e bëri. Emri tjetër fotos? Emri tjetër është Rike Roçi, e cila ka marrë pjesë në filmin bashkë me Eriola Docin, tek filmi I cili quhej ADN. Dhe vajzat në fakt kanë marrë disa komente në rrjetet sociale dhe Lajert Vasili që ka qenë I ftuar tek ne tha që tani ti çapo përpiqesh ta rregullosh gjithë situatën me fjalë. Se nuk ka të rregulluar, domethënë ishte bërë një film për të treguar se sa të bukura ishin ato 2 vajzat. Shumë kinge, do me thënë Eriola në rolin e fshatares me penelin dhe qërpikët 3D, ishte po, do me thënë zero aktrim. Unë do komentoha pak dhe Planet, se mirë aktrimi, po dhe Planet lidhe shkoje direkt nga një sken të skena tjetër. E kupton, dhe unë I fusi sigël këtu, jo më filmi miliona euro. Ndërko, aktoria tjetër që Misi e përmendi fakt se ti pse më ra mua kjo, është Eriola Doci. Po pra, kush është më Eriola apo Rikja? Për mua, në film, Rikja ishte një qik më mirë se sa Eriola. Po ishin të dyja keq, do me thënë. Keq, mund ta thuash tani. Keq, po të pa trajnuara mjaftueshëm për aktrim. Shiko se edhe ne nuk mund të sepse ne nuk mund të gjykojmë se tani edhe ti Misi po të vesh nuk është se do ndrisësh asgjë. Jo, ideja është unë nuk e marr përsipër, ta bëj fare, por e di që nuk do ndrisë gjë. Po si merrti përsipër, po të derdhen lek këtu si e merrti përsipër. Ne nuk mund të themi që ishin të merr ose keq, po nuk ishin mjaftueshëm të trajnuar, qoftë Luizi, Eriola, Rike. Por Sara Hoxha influencer ishte më mirë. Sara ishte okay. Nuk e di pse, edhe puthja që ka pasur me atë aktorin Roy Erdin perfekt, më pëlqeu shumë Sara. Ajo puthja ishte nisja e krisjes tua me Ledrin. Mos I futemi asaj. Jo, ata ishin krisur. Aktore më mirë se ç'duhet, ndonjëherë ti je aktor më mirë se ç'duhet të prish punë në jetën personale. Mbase, nuk e di. Ndoshta ai puth më mirë se sa Ledri? Nëse se Unë ngrita pikpyetje. Okej, lë me pikpyetje, po diva e vërtet e skenës shqiptare është Aurela Gaçe dhe ato e tregojnë në film. Tani un kam dua ti heq kapelen asaj femre që në çdo gjë që bën shkëlqen. Do moderim, do aktrim, do këndim, do kërcim, gjitha I bën.
Aurela për mua ishte super, thëna i rrinta i roli, tamam se ju i thash asaj dhe te premiera që nëse ti do kishe çund, ishte e vdekur që do bëje kështu, më keq se roli. Unë mendoj që ka të bëj për personazhet që nuk janë aktorë dhe marrin pjesë në filma ka të bëj shumë roli. Sa më i afërt je të roli me personazhin, aq mirë e bën personazhin. Sepse shumë Aurela të bënte një personazh tjetër, ndoshta edhe nuk i shkonte, pa i roli shkonte shumë. Po, mua më pëlqeu. Ndërkohë një tjetër është Eva Murati, moderator dhe ka luajtur tek Policë për kokë. Shumë e ngurtë Eva. Okej, bën asaj kornizave të veta, jo në gjë wow për të lënë kokë. Policë për kokë ka qenë ndër të paktët filma në periudhën që u publikua që u dha në ekran, që është pëlqyer. Dhe kasti, dhe gjithë cilësia e prodhimit, po dhe Eva nuk mendoj që ishte aq keq, pra mendoj që ishte mirë. Ishte Eva si personazh aq ka maksimumin që mund t'japi, por Enca tek filmi I Love Tropoja ishte një farë goditje. Ishte fix, ishte më pop girl, ashtu që ti përshtatesh personazhit. Ishte fix Enca, është Enca. Po, ajo që mua më ka pëlqyer më shumë me thënë të drejtën ka qenë Elvana Gjata, nuk e di se sa i shkonte ai rolit e dy gisht mjaltore e ka qarë. Më ka qenë një ndër periudhat më të suksesshme mendoj unë të Elvanës. Elvana çdo rol që ka bërë ka marrë dhe ka bërë të saj. Pra më thënë e vesh aq mirë atë rolin. Ka batutën. Naturalisht, domethënë nuk sforcohet, nuk e kupton që ajo po aktron. Më kuptoj ishte vërtet. Por e fundit, por jo nga rëndësia, ishte Dea Vieri. Në filmin më të fundit. Në filmin më të fundit me Fata, luante rolin e gocës Monikës. Unë them mos ta komentojmë ne të tre. Mos ta komentojmë në studio edhe komentojmë bashkë me atë. Patjetër. Super aktore, super personazh me një energji fantastike. Ndjekim siglën dhe rikthehemi.